Ahmetović, ke 12 orë kohë, ndjekësit të revoltuar pas bullizimeve ndaj Mimozës. Situata në spektaklin Ferma VIP ka marrë një kthes të fortë, me tensione të larta mes banorëve që duket se kanë kaluar çdo kufi të mëparshëm të lojës. Ditët e fundit, bashkëjetesa është përfshirë nga fjalë të ashpra që kanë shkaktuar një valë të madhe reagimesh nga publiku jashtë. Në qendër të polemikave është vendosur banori Adioni, i cili është bërë viral në rrjetet sociale për një sjellje të konsideruar nga publiku si të papranueshme dhe ofenduese ndaj poetes Mimoza Ahmeti. Gjatë ditës së dieshme, ai u drejtua asaj duke e quajtur Ahmetović, duke i shtuar një prapashtesë sllave mbiemrit të saj. Për ta rënduar më tej situatën, ai i theksoi: "Unë kam mbiemër shqiptar, ndryshe nga ti", një deklaratë që ka revoltuar masivisht ndjekësit e programit. Përplasja mes tyre nuk u ndal me kaq. Adioni i lëshoi një ultimatum të hapur Mimozës në kuadër të sfidave të Fermës. Ai u shpreh se do t'i marrë shpirtin në lojë, duke i dhënë një afat prej 12 orësh për t'u larguar. "Ja unë, ja ti. Ke kohë edhe 12 orë të dalesh, o ti, o unë", ka qenë deklarata e tij e fortë që ngriti edhe më shumë tensionet. Kësaj klime presioni i është bashkuar edhe Fabiola. Në një bisedë me një nga fermerët, ajo dëgjohet të thotë se e vetmi arsye pse Mimoza po shpëton nga sulmet e tyre është prania e Ilir Shaqirit. "Mos të ishte Iliri këtu, do ishte lutur me dal jashtë. Është Ilir Shaqiri këtu, se asnjë sekond gjumë nuk do ta kishte bërë", u shpreh Fabiola gjatë bisedës me banorët e tjerë. Këto pamje dhe biseda kanë shkaktuar indinjat të thellë tek audienca. Ndjekësit në rrjetet sociale kanë reaguar të revoltuar, duke i dënuar këto sjellje dhe duke i cilësuar veprimet e Adionit dhe Fabiolës si bullizim të pastër e të qëllimshëm ndaj Mimoza Ahmetit. Mbetet për t'u parë se si do të menaxhohet kjo situatë në vazhdimsi nga vetë banorët apo produksioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.